13 dhjetor 2024, kur u hall shorti për kualifikueset e botrorit, Kosova e pa veten në një pozicion shumë të vështirë, pothuajse të pamundur për vendin e dytë, sepse për të parin as që flitej, pasi do të luanin për boll superfuqive si Zvicra, Suedia e Slovenia. Sot në nëntor të vitit 2025, pothuajse një vit pas, Kosova e bëri të pamundurën, duke mbyllur grupin në vendin e dytë me 11 pikë nga 6 ndeshje. 2 fitore ndaj Suedisë, brenda jashtvendit, fitore ndaj Slovenisë në transfert, barazime me Sloveninë e Zvicrën në shtëpi e humbje në udhtim në Basel. Ky ishte bilanci ynë i mrekullueshëm që na dërgoi në play-off të botrorit. Askush nuk e priste, por dardanët ja dolën, e tani ëndra vazhdon drejt botrorit historik të vitit 2026, që do të luhet në SBA, Kanada e Meksik. Natyrisht, na duhet edhe shumë punë, por të gjithë sot jemi krenar me ato që lojtarët na dhuruan gjatë këtyre muajve, në krye me trajnerin strateg Franco Foda. Ish portieri i Kosovës, Kushtrim Mushica, i jep merita të mëdha trajnerit Franco Foda, teksa thotë se arritja e Kosovës në këtë cikël është fantastike. Arritja është jashtëzakonshme, kjo marr parasysh edhe faktin se kemi pas kundërshtar shumë të fortë në grup. Historia jonë ka qenë mjaft interesante sepse edhe fillimi i këtij ciklit ka qenë me një humbje kështu dëshpëruese, sepse edhe rezultati ka qenë i thellë, ndeshja shumë e dobët të luajtur nga kombëtarja jonë, gjë që na ka bërë të thellohemi në atë idenë se e kemi shumë të vështirë një sukses të tillë. Mirë po, qysh nga ajo ndeshje, pra kombëtarja jonë reflektoi, sigurisht për këtë merita ka selektori Foda, i cili menjëherë ndryshon skemën e kombëtarës dhe në atë mënyrë rezulton që të vim të rezultatet e mira, ku për gjithë ndeshje, pas asaj ndeshje kemi marrë rezultatet gjithë një pozitive dhe ajo që ka qenë më pozitive në aspektin defanziv, ku nuk kemi pranuar asnjë gol prej nga ajo ndeshje. Dhe normalisht në këto suksese, në këto rezultate duhet të japë merita selektorit patjetër, por edhe prurjet e reja që kanë ardhur. Prurjet kanë qenë domethënë të duhura në kohën e duhur dhe në pozicionet të cilat kemi pas shumë nevojë dhe që secili prej tyre ka dhënë pastaj një kontribut mjaft mirë. Shumë shpejt jeni ambientuar te ekipi jonë kombëtar, sepse gjithherë është një periudhë që duhet ekipa të komponohet, mirë po me shumë sukses janë plotësuar ato vende me këta futbollistë të rinj dhe rezultatet kanë ardhur domethënë në momentin e duhur me kombëtare mjaft forta, domethënë që cilësohen sigurisht Suedisë, po ashtu edhe Slovenia, e cila ka treguar edhe në këtë cikël që është kombëtare e fortë, sepse nuk ka arritur me poshtë as Suedia, por as Zvicra në një rast. E trajneri kosovar Arsen Prepolli thotë se tani te Kosova, përveç se kemi trajnerin e mirë, e kemi edhe atmosferën kolektive, andaj po bëjmë befasi. Kosova për mu, me thonë drejtën, mu më ka befasu për të mirë, se unë e kom thonë personalisht, në qoftë se bilet pak të një fitore me marë për një ekipës apo një 2 pikë, isha akon i knaqën. Po djemët nga kam befasu për të mirë, këtu e përmendet i Fodën, sigurisht që meritat i shkojnë Fodës se e ka sill një mentalitet edhe që ka pun pëlqen të kombëtarja jonë, tash e tutje nuk po bazohem në individ, që shina bazu për para, tash po shqit që është grupi. Edhe tash që është me e mira, kur përshohem disa mungesa, tash e kemi rastin për shembull Zhegrovës e Rashicës, se unë asnjëherë nuk mujmë më që ata nuk janë super lojtar. Prapë thëmë që ata i vinë Kosovës. Por mu po më knaq që për shembull kur po mungon një lojtar cilësor, atëherë po ka zavendësime adekuate. Kjo tregu edhe kundër Suedisë, kështu që më ka befasu Kosova për të mirë, me ardhur deri te play-offi për këtij grupit, të drejtën një më konë ma skeptik. Si sport dashës edhe nuk unë prit që ka marrë deri këtu, po tash me kalimin e kohës për në rritën edhe njeve apetitet, duke e po të lujt mirë për shembull sidomos këtë lojën e mramët, u luj ka i presingi nalt, kush e kupton futbollin nisën më shumë në zonën e tyne, kjo do me thonë që e ki një ekip kualitative, sepse nuk është letë mi sulmu Slovend midis Ljubljanës edhe mi mujt me rezultat 2-0. Kjo nuk është punë e vogël, është një punë shumë e madhe. Tash unë mendoj që edhe reorganizimi është bo shumë i mirë. Përpara gjithmonë kemi gjetë alibi, jo ka pas probleme, jo s'ka pas probleme.
Tash po shihet që edhe brenda federatës u kriju një atmosferë pozitive që nuk po shihet më. Trajneri tjetër kosovar, Granit Begolli, thotë se foda ndryshoi diçka që kërkoi që një kohë te Kosova, duke aktivizuar lojtarët që kanë minutazh të madhe në ekipet e tyre. Andaj kjo na dha edhe sukseset e njëpasnjëshme. Është një kampanjë shumë e suksesshme, në bazë të asaj se çka kemi prit prej Kosovës, sidomos në këtë grup. Ka qenë shumë vështirë e besueshme që na në një grup me kundërshtarë që luajnë rregullisht nëpër kampionate evropiane botërore me përfundu në vendin e dytë. Po mas asaj disfatës me Zvicrën, i gjithë grupi ka reflektuar duke nisë prej trajnerit, duke ditë forcën reale të kombëtarës, duke ashtu faktin kësaj që na e kemi rrit konkurrencën në ekipë dhe kjo është për merit trajnerit sepse ka pru element të ri në skuadër. Po ajo pjesa më e rëndësishme që e bën suksesin te kombëtarja jonë është pjesa që lejtar që ka zgjedh foda me lujt në 11 që kanë qenë lejtar që kryesisht kanë pas një numër shumë të madh të minutave nëpër ekipet e tyre që kanë ardhur në formën optimale edhe ka qenë shumë më e lehtë me përgatitur një ndeshje në aspektin taktik sepse në anën fizike kanë qenë thjesht të gjithë jashtëzakonisht mirë edhe kjo e ka ndihmuar kombëtarën me marrë këto rezultate. Mos të harrojmë, duke u përballë me kundërshtar shumë të fortë, vetëm Zvicra ka arrit me na shënuar në këtë grup, ndërsa 2 ndeshje me Suedinë dhe 2 me Sloveninë nuk kemi psu gol, gjë që e bën ekipën jashtëzakonisht fortë edhe për vazhdimin domethënë play-offin për ëndrrën e madhe për botëror. Ish futbollisti kosovar, Muhamet Dragusha, i jep merita edhe Federatës së Futbollit të Kosovës për afrimin e disa lojtarëve të rinj në ekip, pasi sipas tij ata kanë bërë dallimin dhe kanë rritur konkurrencën, gjë që rezultoi të jetë pozitive. Unë do i kisha përmend dy elemente. Elementi kryesor është kryetari që ka punu ka sjellë lojtar të ri, edhe do të thotë sjellja e trajnerit që ka qenë determinant për këto suksese. E dim mas pari për disciplinën që ka sjellë, çfarë discipline kemi tashmë në kombëtare, se si lojtarët i kryjnë përgjegjësitë në lojë, pastaj lojën taktike se si e menaxhojnë gjithë lojtarët, do të thotë gjithmonë këto janë fjalë të trajnerit që ose puna e trajnerit që po shfaqet, kurse lojtarët e ri gjithmonë i kanë vënë do të thotë një perspektivë tjetër kombëtarës, të pas parasysh që e kanë shtu konkurrencën, edhe konkurenca tashmë ka bërë ekipin më të fortë, pasi secili lojtar e din që në bank rezervë ka lojtar shumë cilësorë dhe sigurisht se e japin maksimumin lojë. Pra, 2 elementet kryesore mendoj që janë këtu, edhe suksesi nuk po na mungon. Komentatori i njohur, Florim Canolli, i cili nuk ka humbur asnjë ndeshje të Kosovës, thotë se përveç rezultateve pozitive e play-offit, Kosova po bën një hunë edhe në mediat botërore, e kjo sipas tij i duhet shumë shtetit tonë. Unë ndjem jashtëzakonisht mirë natyrisht duke qenë një nga ata që i kemi përcjellë që nga ndeshjet e para, po themi në 2016, që nga Finlanda deri tek ndeshja me Sloveninë. Ka qenë një rrugtim shumë i mirë me ulje dhe ngritje, por tani është me vërtet kulmi i asaj që ka mundur të bëjë skuadra jonë përfaqësuese deri tani. Arritja në një play-off të Kupës së Botës dhe realisht jemi 2 ndeshje larg ëndrrës së Kupa e Botës, është shumë e rëndësishme edhe në aspektin e jehonës që ka marrë në arenën ndërkombëtare që për shtetin tonë është shumë e rëndësishme. Jemi një shtet që nuk kemi pranuar po themi nga shumë shtete evropiane dhe kjo bën një reklam, një provim jashtëzakonisht të rëndësishëm në nivel ndërkombëtar e që Kosova ka nevojë shumë të madhe për këtë. Natyrisht që tani jemi në një moment delikat sepse play-offi është një arritje mjaft e rëndësishme dhe shumë e madhe. Por nëse nuk arrihet botërore, pastaj mbetemi në një situatë play-offi që për mua nuk do të ishte po themi arritje ose le ta themi ëndra të cilën ne kemi të përfundojnë në play-off nuk do të ishte gjëja e dur. Tani duhet të përgatitemi maksimalisht që ta kalojmë edhe play-offin dhe po u arrit kampionati botëror do të ishte një arritje me të vërtetë mrekullueshme, shumë e rëndësishme për skuadrën tonë, për shtetin dhe për të gjithë shqiptarët këtë që janë. Një pikë e fortë e Kosovës në këto kualifikuese ishte edhe portieri Aro Murić. E ish gardiani i Kosovës, Kushtrim Ushica, u shpreh shumë i kënaqur me paraqitjet e tij. Teksto tha se Kosova ka portën e duar të sigurta, pasi që të 3 portierët janë mjaft të mirë. Roli e portierët nuk është edhe aq nuk e ka të vëmendjen si që ka një sulmues apo edhe një mesfushor. Mirë, po janë ato rastet kur portieri del në skenë, pra me pritjet ku për cilat edhe kemi
për çka me përmend edhe Aro Muric, i cili sidomos me Suedin ka qenë deciziv me disa pritje, bile po e përmend disa herë unë ku Aro pas disa ndërhyrjeve, sidomos të rastet kur kemi shënu gol me Suedin, ka qenë pikërisht pas një dëbimit. Jo vetëm dëbim, po ka qenë goditje cila dëbohet nga Aro Muric, ku pastaj nga i dëbim topi shkon në kundërzbritje dhe ekipi jonë kombëtar shënon gol. Pra meriton notë të lartë Aro Muric dhe e mira është që tani më kemi edhe një portier tjetër i cili pati rastin mu paraqitë një ndeshje shumë vështirë në transfert kundër Slovenisë, i cili pati një paraqitje të mirë. Shaipi pra e dëshmoj që është i gatshëm edhe ai për kombëtarën. Dhe në këtë mënyrë mendoj që tani më edhe te pjesa e portës qëndrojmë mjaft mirë. Është edhe Visari gjithashtu i cili po ka paraqitje te Liga e 2 e Turqisë, që është një ligë e fortë, po ashtu. Mirë, po e mira gjithsej po ndërlidhet tash prej portierëve po dalë edhe te pjesa tjetër e ekipës. Ka pas rotacion vazhdimisht për shkak të detyrimeve që ka qenë detyruar selektori për shkak të mungesave që kanë qenë kohë pas kohë dhe megjithatë nuk kemi has në problem sepse secili është zëvendësuar në mënyrë më të mirë dhe kjo ka bërë që kombëtarja jonë ta ketë këtë sukses, sepse në këto rrugtime do të thotë çdo herë duhet të qenë edhe një bankë rezervë e cila mund të jetë çdo herë e gatshme për me zëvendësuar ekipin e parë. E për Muhamet Dragushën, faktor kyç në këtë sukses ishin edhe Albian Hajdari, Fisnik Aslani e Florent Muslia. Fisnik Aslani, sigurisht edhe në mesfush kisha me zgjedh Muslim, edhe në mbrojtje sigurisht Albian Hajdari. Do thotë këta tre lojtarë mendoj që e kanë dhënë një kontribut shumë të madh, normal me gjithë ekipën, po gjithsesi për mua këta janë dallu pak më shumë në këtë kampionë deri më tash. Komentatori Florim Canolli potencon se tani Kosova është pjekur mjaftueshëm dhe hiç kombëtarët shumë të mëdha, ai nuk sheh kundërshtar të pakalueshëm. Ajo që kemi prit ne është që Kosova të filloj të luaj futboll në arenën ndërkombëtare dhe kjo ka qenë e rëndësishme. Duke parë lojtarë të talentuar rrugës, ndoshta edhe pritshmëritë janë rritur ndjeshëm, sidomos në periudhën prej 2018 deri te 2020, kur ne luajmë edhe në play-offin e Ligës së Kombeve dhe ishim afër kampionatit evropian. Ishte një periudhë po themi ringritjeje pas asaj aventure të kualifikimeve të botrorit të parë që ishim me vetëm një pikë. Pra skuadra ka ardhur duke u ngrit gradualisht dhe sigurisht në këtë periudhë edhe ndryshimi i lojtarëve dhe gjithçka tjetër ka ndikuar që në moment caktuar të mos arrijmë qëllimet tona, siç ishte kualifikimi për Evropian në një grup ku ne e konsideronim po themi vetëm Zvicrën në atë periudhë si ekipin më të fortë. Megjithatë, është pritur duke parë talentet që po vinin Lorik, sidomos këtë periudhën e fundit ku ne kemi marrë lojtarë jashtëzakonisht cilësor, ardhja e Reçbeshajt, e Hajdarit, e Fisnik Aslanit, pjesë e ekipit u bë Delova, Gallapenit, gjithë kjo me bashkë me grupin tjetër që ka qenë, kanë krijuar një skuadër me të vërtetë shumë të fortë dhe tani pritshmëritë janë reale. Pra, unë nuk shoh sot hiç këto kombëtare dhe mëdha ku diun Anglia, Franca, ekipet tjera të cilat janë nivel shumë i lartë. Unë nuk shoh një kundërshtar të pakalueshëm për Kosovën edhe në fazën e play-offit. Kështu që duke parë talentin e lojtarëve tonë, edhe që kishin atë kohë, po edhe që po vinë, padyshim që kemi pas pritshmëri që një ditë do të arrijmë nivelet të larta. Nuk e di a do shkojmë botror, por të paktën play-offi është një arritje reale për ekipin tonë, edhe talentin, edhe cilësinë që kemi aktualisht në skuadër. Ndeshjet e play-offit do të luhen në mars, e Begolli shpreson shumë që forma e lojtarëve tonë deri atëherë të jetë e njëjtë, pasi mund të bëjmë hapin e madh. Është shumë e rëndësishme çysh vim na në play-off me formën e këtyre futbollistëve që i kemi. Mund me ndryshu shumë gjëra deri në atë pikë. Mendoj që gjosat janë shumë të mira që na të kalojmë rundin e parë, ndërsa rundi i dytë është pak edhe çështje fati se me kënd kena mu përballë. Po a jemi të gatshëm për me bëu edhe një hap drejt ëndrës, mendoj që po, realisht forma është e mirë, kundërshtarët nuk janë të pamposhtën, edhe po besoj që gjosa kemi, po uroj që të kemi pak fat në short edhe pse jo mos ta luajmë në finale. Nuk kisha më thonë një numër se sa janë gjosat, po realisht mendoj që për mi mesatare, domethënë te 6-7 ato janë gjosat që na
të bëjmë diçka më të madhe këtë kampanjë. Vazhdimësia në futboll është shumë e rëndësishme. Kjo ka na çu neve në short ku kundërshtarët nuk kanë me pas shef mu ballafaqu me neve. Hiç kundërshtarët emrat e mëdhej që janë ata e din forcën reale, e din që rezultatet nuk janë të rastishme, edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm në futboll, sepse një ndeshje 2 mundesh me i pas paraqitjet e mira, por jo në 5 ndeshje me kundërshtar shumë fort. Edhe po besoj që kjo ka më na shtrëngu hala më shumë për me arrit në një rezultat hala më të mirë. Menoj që në atë vazën ku jemi, në atë grupin ku jemi, kemi me qenë ai kundërshtari që ekipe tjera s'kanë me dashme na pasën shart për vetëm arsye sepse forma jonë është në ngritje dhe momentumi është jashtëzakonisht i mirë. Arsim Prepolli potencon se Foda ka qenë tepër i motivuar te Kosova, e po ashtu ai është më i miri deri tani, sepse ka vazhduar në detaje Superligën dhe ndeshjet e shpresave të Dardanëve. Unë ala nuk po një selektor që ka përcjell më shumë ndeshje Superligës. Po dhe gjenerata tjera, për shembull u 15 u 17. Selektor tjerë i kemi për shembull para grumbullimit dhe ke një javë ditë edhe çat bëhet në të bëhet. Kjo tregon që është disiplina shumë e madhe edhe për kushtimi shumë i madh i Fodës. Inkuadrimi i Gallapenit unë e kupton edhe në televizione tjera. Para një vjet e gjysë është një lojtar që ka kushtuar 300 euro, u ballafaqu me një lojtar që me thonë një fjalë popullore shtinin gjep 150 milionëve. Kjo tregon që na jena në ngritje. Edhe nuk është rastësisht që ka marrë Gallapenin, se tash bëhemi shumë realista. Gallapeni kur ka luajtur në Prishtinë nuk ka bëu, ku me ditë dallim të madh kundër tjerëve. Por kjo është pikërisht merit e punës që po bëhet, edhe Foda pe ka guximin që po jap hapësirë lojtarëve të ri. Tash çka do të më pëndëcu edhe një sen. E mira e të mirës është që kemi edhe për shembull na gjeneratën shumë të re. Nuk jena nani kombëtare që më thon tash duhet 70% mi olçu venin tjerëve. E kena një mesatare shumë mirë që me këta lojtarë për shembull mujna mi kopë 2 cikluse, edhe 7-10 këta lojtarë mujnë me lujtë, që janë 3. E kjo na jap edhe ma shumë optimizën. Tash ka të sillëm, po thëmë prap, tash është të punu edhe tash do të pa tjetër me përmenë, se kur o puna për kritika, kena me bu kritika. Një kryetar i federatës, si Agim Ademi me shku mi lutë lojtarë në Offenheim, e mi bindë marë në Kosovë, unë s'kum po. E ki rastin e Dukës, e ki rastin e Saviqevicit Malzi, ata i qojnë për gjest apo skaut e vetë. Këto është merita, deshtëm apo nuk deshtëm, edhe Agim Ademi që ka shku mi bindë këta lojtarë, se na jemi konë gjithë skeptik, jo po vjen, jo po refuzojnë, po tash edhe një sen që është e mirë, sepse tash ka marrë koha që ata kanë me lutë me mrinë Kosovë, po tash është konkurenca. Nuk është si përpara që i lutë që ma me ndomë, sa po vjen të lutëm se kemi nevoj për ty. Tash ka me pas lojtarë, unë e mendoj personalisht që kanë mu lutë me orë në Kosovë, po a ka vend për ta nuk ka me qenë se konkurenca shumë e fortë. Kur të marrëm përgjithësi, selektor më të mirë deri më tani, unë personalisht nuk kemi pas, qa vjen tutje, qa shkon, po tash është edhe një fat i mirë që ja kanë vazhdu kontratën, por të përmendëm edhe këtë rastin tash, unë mendoj, a është e vërteta, nuk është e vërteta, si gazetarë dini ma mirë, e refuzoj një kontratë bukur të mirë nga Arabia për me qëndru në Kosovë, me të vërtet që thujmë një fjallë popullore heqja kapelën Fodës, ka bu një punë të madhe deri më tani. Por pra po thëmë, inshallah kemi fatin lujna mirë e shkojmë botëror, atëherë është diçka që është e paparashikueshme për mendimin ta. Kosova u bë lajm në mediat botërore, jo vetëm për paraqitjet në fushë, por edhe për atmosferën fantastike që tifozët krijuan në ndeshjet në udhtim, në Basel, Ljubljanë e Göteborg. Dragusha flet me entuziazëm për tifogrupin Dardanët. Kjo tregon se shqiptarët përgjithësi, sidomos ne kosovarët, e dojmë shumë futbollin. E dëgjova edhe një intervistë të një trajnerit të Shqipërisë, një analisti që tha se Kosova e ka ndryshu edhe mentalitetin e tifozëve, do të thotë shqiptar, pra ne jemi ata që po bëjmë gjërat më dhaja, ne jemi ata që duan futbollin, kemi jetu gjithmonë me futbollin, edhe tashmë kemi fat që e kemi edhe kontarën tonë, edhe po e përkrojmë maksimum. Dardanët janë të jashtëzakonshëm, janë një shembull i një tifozerie të mirësjellë, do të thotë edhe po e shohim përkrojën e tyre maksimum, sidomos kur jemi jashtë që përmendë edhe ti, pra gjithmonë
Dardanet janë afër kombëtarës duke përkrahur mënyrën më të mirë të drejtë edhe sigurisht se po jemi shembull në të aspektet. Përveç tifozëve e lojës së bukur, Kosova tregoi edhe guxim, pasi trajneri Foda ndroi formacionin në 5-3-2, gjë e cila ishte pikëthese në rezultatet pozitive, sipas Florim Canollit. Padyshim ardhja e disa futbollistëve të rinj, por mbi të gjitha trajneri Franco Foda, që erdhi për të krijuar një frymë të re tek ekipi, e para se gjithash, ajo që bëri në ndeshjen e dytë me Suedin, humbja nga Zvicra ishte një shuplak këndellëse për ekipin ton, dhe pastaj Foda e pa që duhet bërë disa ndryshime rrënjësore, që është skema e ekipit. Ne sot luajmë me 5 lojtarë mbrojtje, 3 në mesfush dhe 2 në sulm. Pra, gjitha këto ndryshime dhe ardhja e futbollistëve të rinj, si e thash Hajdari, Galapeni dhe impakti me njëhershëm që ka pasur, e Zhbeqa i me Abdullahu në mesfush, Fisnik Aslani në sulm me pjesën tjetër të ekipit me Murishin e të tjerët, kanë kriju një grup futbollistësh dhe një skemë 3 që neve po na konvenon. Ne dim që kemi luajtur me 4-2-3-1 në shumicën e rasteve, sepse skuadrën e kishim të tillë. Sot Foda ka vendosur për një skemë ndryshe, që realisht po e lë edhe vetë Zhegrova në bank. Pra, Zhegrova në këtë moment nuk luan dot, për shkak të skemës së vendosur. Mirë po, qëllimi është që të arrihen fitore, dhe nëse fitoret arrihen duke qenë edhe Zhegrova, dhe Rashica dhe dikush tjetër në bank, atëherë ai nuk e ndron dhe dëshiron të arrijë fitore. Por kjo nuk do të thotë që një ditë Zhegrova nuk do të luajë. Ajo që dua të theksoj tek kjo ekip është që të gjithë futbollistët po ndihen pjesë e skuadrës. Shumica kanë luajtur të paktën disa minuta, prej po themi portierit dytë Shaipi e deri te Leard Sadriu që ka pas minuta, mos flasim për lojtarë të tjerë mes fushës si Jashari, Hoxha apo të tjerët. Pra, pjesa dërmuese e lojtarëve kanë minuta, është një grup i bashkuar, u vret kjo edhe në atë fjalimin që mbajti Amir Ramani pas ndeshjes, dhe e gjitha komponent kanë bërë që ekipi të ketë këtë sukses që e ka deri sot. E kur i fiton ndeshjet radhazi, pritshmëritë rritën, botrori duket i kapshëm dhe njerëzit mbushën me optimizëm. Andaj sipas Mushicës, pas këtyre fitoreve, Kosova s'ka arsye që të mos shpresojë në botror. Tani më që i morëm këto rezultate, pikërisht nga kombëtarët forta na bën me besu, gjithashtu na rritën apetitet dhe kemi tregu pjekuri mjaftueshme, sidomos me rezultatet që i kemi marrë në transfert. Po përmendi transfertën sepse neve veç e kemi të sigurt qysh ndeshjen e parë të këtij play-offit kualifikues, neve do të luajmë me secilin do kundërshtar që na bie, sepse nuk e dim akoma se kush do të jetë, mirë po do të luajmë transfert. Dhe pikërisht në transfert neve kemi marrën 6 pikë nga 2 kundërshtar të fortë, andaj kjo më bën me besu që neve duhet me besu në sukses. Kosova ka luajtur shumë ndeshje që pas pranimit në UEFA e FIFA, e në të gjitha prezent ka qenë komentatori Canolli. Ai thotë se 2 ndeshje i kanë mbetur në memorje e i kanë shkaktuar shumë emocione, teksa ndeshjen më të mirë shpreson ta ketë në play-off, pra në marsin e vitit tjetër, ku Kosova potencialisht kualifikohet në botror. Ka 2 ndeshje, sigurisht po e pres me shumë dëshira atë play-off dhe uroj tjetë ajo më emocionuesja, por deri sot kam 2, është ndeshja në Bullgari the fitoria ndaj bullgarëve 3-2, por duhet ta theksoj gjithashtu ndeshja me Suedin në shtëpi, kur kemi fituar 2-0, është padyshim ndeshja ku kanë qenë emocionet në kulm, sepse kishim nevojë për një ringritje. Pra kur ti pson 4 gola në një pjesë të parë me Zvicrën dhe vjen pastaj me një ndeshje kaq të fortë se jo me Suedin dhe arrin të fitosh 2-0, krijon një lloj reaksioni, sigurisht se të lojtarët edhe te komentatorët, se në fund ditës ne jemi komentator, po jemi edhe tifoz, sepse duam shumë ekipin tonë dhe kemi qef me pas shumë suksese, kështu që Bullgaria në ultim edhe Suedia mbrana më me konsideru lirisht që janë 2 prej ndeshjeve më emocionuese që kam komentuar deri tash. Sot, të gjithë mbesim me shpresë se kjo lumturi e madhe që kemi nga futbolli të jetë veç gjysma asaj që do të përjetojmë në mars të vitit tjetër, sepse me 2 fitore ne do të jemi në botror e do ishte diçka magjike. Kosova po përparon, e sporti po na bën krenar ende, sikurse na ka bërë gjithmonë. Andaj deri në mars, neve na mbetet veç të themi, forca Kosova, përjetësisht.